edhe në shoqëri, edhe kudo. Ne kemi, domethënë, edhe këtë zakonin për shembull kur të vdes dikush, i kemi ato që ja u dim ato meritat, e dim që ka qenë personazh i mirë, ka qenë njeri i mirë, domethënë mas i ka vdek, edhe sa ka qenë gjallë, s'ja kemi ditë asnjë merit. Na duke marrë parasysh edhe artista shumë të mëdhaj që i kemi në Kosovë, nuk ja u kemi ditë shumë rëndësinë se sa çfarë artistave kemi deri në momentin që na kanë vdek. Kur kanë vdek, kemi filluar me thurr fjalë miradije, me thurr vargje, se çfarë personazhe, kemi filluar me pas emisione më shumë për ata personazhe, kur ne s'kemi gjetë kohë as hapësirë, asnjëherë mi ftu ndoshta as për një kafe, as ndonjë emision cilësor, absolutisht kurrë. Taulant? Është interesante që familjarë tonë shembull, tash me marrë veten tu, për një veprim ose një sukses tonin heshtin, ndërsa dikush tjetër kur e bën dora tërkasin. Po. Çka fatkeqësi domethënë të na, se ekziston një farë xheluzie, edhe te zakonet që e morë shembull ti një rast vdekjes, është një zakon që më duket absurd të na ndodh kur vdes njeriu, e kishin disa familje tash nuk e dia kanë krejt me sjell kufomën edhe me vajtu. Po. Është zakon më shumë fetar se sa. Jo, fetar nuk është as fetar, valla. Nuk është fetar.